Kam zbuluar një lidhje shumë sekrete. Ata më duket se sa po janë ndarë. Po gëzuar Shah Valentinin gjithë çifteve të showbizit. Shuron ti, po duhet të të urojmë ne ty. E të pruam pak të dy. Mendojnë që Alvis që ishte fituesi. Është një balad, si çdo balad që A blihen çmimet e para në Shqipëri? Si është Noizi në date? Ky është episodi i 23 i What of a Show. Dhe sot është data 13. dhe mbi të gjitha është e premte, por ne sot festojmë Valentine's Day! Gëzuar të gjithë dhe Rosepa Lajfiza. Gëzuar, po për të gjithë ata që nuk e kuptojnë, festa sot është dita e dashurisë platonike përpara dashurisë romantike që është Valentini. Ne googulluam, tham, shiko 14 është të dashuruarve, 15 është e beqarve, po 13 kur dalim ne në transmetim se ishte dhe e premte. Ishte dhe e premte. Është Premte tersi kështu. Por ne këtë episod doja dedikojmë të gjithë çifteve të showbizit, por sepse sot do bëjmë do kokolepsim që çifte. Por para se të kokolepsim çifte, do telefonojmë dikë. Shiko, ne çudi është se interesante është që ne Shën Valentinin do e kalojmë bashkë këtë treg këtë vit. Por jo për arsye që njerëzit mendojnë. Kjo është diçka që unë distancohem. Për arsye familjare ne do ta kalojmë të tre së bashku shëtmerrshëm. Pra kemi bërë familjare, kemi bërë familjare marrëdhënien tonë. Do bëjmë kështu kupit dashurie. Po, e vërtet, sepse tani ne do marrim njerëz të cilët janë bukur, shumë të bukur fizikisht dhe mentally. Dhe do i bëjmë çift bashku, shkon më shumë. Për shembull, një vajzë beqare dhe shumë e bukur dhe shumë e përfolur është Hedi Baci. Po, që vetëm mashkull që ajo sheh për ditë është Blendi Salaj. Ka përballë kështu. Prandaj duhet ta lidhim me dikë. Dhe ka qenë lidhur me Romeon, i cili po ashtu djalë i bukur, pra duhet një djalë simpatik krahas. Po gjejmë në një nga futbolli, Po, futbolli ishte interesant bukur janë. Unë njoh vetëm atë nga lushnja Rej Manaj. Pretty here. Do e çojmë numthën lushnja thua? Ta kesh afër. Jo, interesant është ai, dhe me tatuazhe, kështu djalë simpatik. Interesante, po do ta shikoja Hedin. Se din statusin e tij aktual beqar apo i lidhur, po me Hedin do shkone. Do shkoni. Ne shojmë çana paraqitet, ai s'ka nxjerr gjë. Një vajzë tjetër që unë e kam me shumë merak që dua ta lidh se s'bën. Të zë gjuminatën? As nuk më ka thënë ka 2-3 net që zgjohen dhe them me kë do e lidh Alba Pollozhani. Perëndi. Lere më real, pëse sa ka dalë nga Big Brotheri. Shiko, vetëse me Limi, u zgënjye nga Limi, duhet i gjejmë një djalë të mirë. Shiko, Alba do të çuna të cilat janë çik kështu si të fortë, kanë atë me tatuazhe, me zinxhir. Por duhet dhe një që është shumë i lidhur me Zotin, mendoj unë. Ah, okay. Në një këngëtar. Fero, më kush lidh Fero, më burr. Alba dhe Fero? Nuk do e kisha menduar kur këtë kombinim, po që duke kombinim shumë i mirë. Ja ne kemi bërë me AI, sa bukur duken. Më duke kombinim shumë i mirë. Po, mirë janë, mirë. Mirë janë, nuk janë ke edhe shumë pamje shkojnë bashkë. Tani që të bëjmë mbledhër tamam ne duhet t'i japim numrat e njëri tjetrit këtyre. Tjetër llokume do të çon. Nëse ju merrni një letër në postën tuaj të shtunën, dihet që është nga ne. Po. Me numrin e secili. Presim këpucët e kuqe ose nga Fero ose nga Alba. Po një që ty s'të zuri gjumi për Albën, ha? Mua e di për kësë zuri gjumi me vite. Ore më çajin kockat po them çdo natë. Për atë the LA Queen, Bleona Gjereti. O diva shqiptare e cila i këndoi mandarinës dhe përfundoi si mandarinë. Bleona duket se ka një jetë shumë luksoze, pra do një mashkull mbase që të ketë shumë lek, mbase një biznesmen? Jo, do ndoshta një mashkull që ka dhënë çik pushtet. Do një çik, sa do shqiptar, do puro shqiptar se po gjejmë një nga politika, more. Po mirë, kush është? Me post të mirë, domethënë që ka, është dhe pak bad boy. Pak bad boy, pak shumë i lirë në tre. Ka qëndrime të forta. Unë njoh vetëm këtë. Ervin Saljan, po bravo, Ervin. Me grideni ai? Ata më duket se sa po janë ndarë. Po, sepse madje nuk janë mas follow me njëri tjetrin, kështu që mendoj që Ervini është në treg. Tani të shkosh nga gritat e Bleona, është një glow, është një si thuhet. Glow up apo glow down? Jo, po është një fjalë tjetër. Ç'a?
Up and down është ajo. Pak rëndësi Se ka, di. shiko, dhe Grida shumë e mirë është, dhe Bleona shumë e mirë është, mos rrim merremi me këto Shiko, as glow up, Bleona, apo unë mendoj down. që është një nga vajzat më të bukura shqiptare, që të bëjë misterios. Absolutisht. Është e pa bër, me aq sa marr vesh unë nga bërja, dhe më pëlqen shumë, kështu që me Staliani Është shumë transgresive, Siç është e shumë shikoni mirë, edhe nga po. inteligjenca Nejse, artificiale, duke goxha bukur mirë bashk. janë. Po mua më ka zënë gjumi për personazhin e radhës, nuk jam si ju që s'flej gjumë natën se me kë do e lidhja. Taxi out. Po një djalë, po mi si po, Një po vajzë. mi si po, një vajzë tjetër beqare në tregun e showbizit është Egli Tako. Dhe Egli besoj që Egli është kështu e palestruar, mbase do di këtë palestruar në krah, që të shkojnë bashkë në palestër Të të ndajnë të njëjtin rutinë. Dikë të gjatë do thoja unë. Të gjatë. Dikë me muskuj do thoja. Dikë që mund t'i bëj arusha do thoja unë. Mateo Dhe me që Bodi. jemi te arushat, unë kam një surprizë për ty Misi. Okay, mirë. Ky është një arush të cilin ta kam blerë për Shën Valentin. Po sikur të ma jepje për shembull. Ajo, e kemi kështu ta kthejmë prapë se kemi marrë sa për emision dhe E kam marrë thjesht me këste. Ka marrë me këst. Si do ja vë me emrin këtij? Do me kredi. Jo, jo. Ja. Jo. Po për çfarë do vëzhim? Dia do kthesh atë. Jo, më e kam marrë ta kem këtu. E mirë, ha. Mateo me Egli Takon të dy brun, të dy të gjatë. Të Kupton, do ishin kështu palestruar. powerful couple. Madje ata do postojnë edhe ato foto shu couple goals në palestër të dy dritatur. Do përdoresin dhe nga këto faqet të motivimit. Po. Ata për shembull mund të hapnin dhe një palestër bashkë, ta bënin kështu. Është goxha investimi Shkuam mirë. larg. Super të Zëra, disa lloj suksesshëm. investimi është super, ka drejt, do Po ishte mirë, super Brikenën investim. vetëm do e lëm në Brikenën? Shiko, se Ato Arushi, Boli, kam Kostianin përballë. Kostiana, do doje ti të lyenin flokët me dekolorante, të vendosnim një palente sy bojqelli dhe të bësh e burri Brikenës. Shife pak si duke, shife pak. Kam të drejtë të ku. Sikur ke dalë nga psikiatria e aty me ato këmishën e bardhë, nuk e di domethënë. Më nga Instagram, më keni marrë këtë foto? O zë. Ama, se si është keq, të O shkoj zëra ma ka dhënë dorën bark, është sigurisht shtatzan. Po, shiko, edhe unë të kam gatruar shpesh. Sham shtatzan. Shkanën e mirë, nuk duhet të dobësohesh. Po sepse hun Brikenën, por ama të paktën mos pi lyeni flokët me dekolorant. Please. Një tjetër vajzë që është single thuhet vërdall është Roza Lati. Roza Lati thuhet që është ndarë nga Jonatani sepse nuk janë parë më bashk. Nuk janë më kupton? Nuk follow, janë më më duket me follow. njëri tjetrin. Kështu që Roza Interesante, Lati tani Roza. unë mendoj që Roza Lati meriton dikë që është i pashëm, me Okej. tatuazhe, Po. Okej. pak muskuj, pak dead body, pra jo më shumë muskuj. Okej. Okej. Kë mendoni? Mua s'kam frymëzim fare për Rozën. Mendo Romeo vesh, ajo. Shifeni pak si do dukeshin bashk Roza dhe Romeo. Ore, Unë mendoj që shkonin sepse dhe jo. në Big Jo, të lutem, në Big Jo, të Brother kanë lutem, pas jo. pension mes njëri tjetrit. Janë të dy Rita e pëlqeu Romeon si lojtar dhe si djalë, do ishte dhënë Vdes ideal, tash. mendoj. Rita vdes për Romeo. Unë nuk jam dakord, nuk As do më nga pëlqen Vlora? shumë. Janë të Nuk dy më nga pëlqen Vlora. shumë sepse më duket sikur për shembull Roza do dikë që frekuenton dhe jetën e natës, clubbing. Ai Romeo duket shumë që i është futur tani me kokë biznesit. Dhe mendon Do që kjo do i të rritë- pengonte? Mbase po. Unë mendoj që e gjen gjuhën. E gjen Edhe gjuhën Jonatani e është shumë tip i qetë me sa kemi parë në Do krahasim shta me ka Rozën. qenë më i qetë, Po prapë. domethënë ka qenë më i qetë se ç'duhet për Rozën ndoshta? Ne shiko di unë, divem në motor. Shiko, fakti që ka qenë i qetë dhe nuk ka funksionuar tregon që mbase nuk duhet dikush shumë i qetë. Por Romeo nuk është aq i qetë. Nuk është i Nuk qetë, është mund i të qetë, pra qaj të shi. hera herës, por Po, nuk është i E qetë. vërtet, e vërtet. Është i but. Por unë kam zbuluar një lidhje shumë sekrete. Çfarë lidhje ke Nga zbuluar? showbizi. Qafsh. Nuk e di a e keni marrë vesh, po Juliana Nura O, la zot. Drakun është lidhur Me kë? me Elon Musk. Wow! Sepse kanë dalë Epstein Files dhe ajo ka thënë, unë duhet të kap trendin e momentit. Si do dukeshin bashk Juliana me Elonin. Shiko, Juliana duhet ishte duke tërhollur ato petët e saj. Me Elon Muskun do bëni një biznes. Po, para që ka se të të- biznesi po- sot e lekët. Po para me Elon Musk jam shumë i sigurt që ai ka qenë me Barack Obamën. E vdek me. Shiko, unë Sa janë që koka mendoj shteti. se tani që Elon Shumë O fatos, tani që Elon Musku me Donald Trumpin janë dhe miq, ajo e përdor atë Elon Musku dhe trampolin të Donald Që Trump. të bëhet zonja parë e Amerikës. Pastaj aty takon dhe Bleonës dhe është mike me Donald Trumpin Shiko, edhe ne e shipet bëjmë sigurisht e para. pamundur, po për Julianën këto Çdo rrethe gjë është janë si shumë. tha- Ajo një herë veten e LA dhe Po, e takon. si tha ajo, nuk e Donaldin. di kush më i famshëm, Prince Harry?
Prince Harry? Në kohën e vet në Prime, ajo ka kap. Në Prime. Tani ka rënë flokut aty. Po ajo ka kap Juliana në Prime. Po, ma la preu dhe tortën me atë Benzeman. Po pas atë ditë linje se ku ishte Juliana këtu. Ne ju urojmë gëzuar Shën Valentinin gjithë çifteve të showbizit që e festojnë dhe inshallah nuk ndahen në 2026. Fatos kështu uron ti, po duhet të urojmë ne ty pa. Mos. Sepse nuk e di nëse keni parë lart e poshtë, kanë qarkulluar disa foto Fatos. Të cilat Fatosi mundua kështu ti priste që mos dukej po e çik kështu, e çik ashtu. Po filluan aludimet, mos është Fatosi ky vallë ne rinim ne çkretot jaç, ne Fatosi. Fatos, kena rruga ndej nga San Marino apo çe deshe? Un kam dalë në date me Sheila. E po bandaj thash, kena rruga San Marino. Si shkoi date Fatos? Nuk e di, të flas shumë sinqerisht, ka qenë një date shumë i bukur. Okej. Por mos thon më të bukurit dhe përfundoi pak. Si përfundoi? E tepruam pak të dy, po. Shkuat kështu në një dhomë më duket. Nuk e di, nuk them më shumë, disheni datein ti me Sheila. Interesant. Mbajta! Sheila, a je gati për të bërë një intervistë asnjëherë tjetër? Pra duket që do jetë zjarr ky episod. Nuk e di domethënë. Të kam sjell te Prego Village dhe këtu do të bëjmë një muhabet shumë ndryshe nga të tjerët, larg zhurmës së Tiranës, vetëm ne të dy dhe çaj maro. Po prit marrim vete një herë më. Hajde, presim. Wow. Ore, po që kemi bërë dhe kështu meçi, pra, dhe nuk e bëm as me fjalë, publiku më shumë mundsi nuk do ta besoj. Por që është e vërtet. Është e vërtet. Ua, Fatos. Çka ka? Paska di sharse. Të tund pak? Ma tund një çik Fatos. Hajde. Gati. A të kujton fëmijërinë Lisharsi? Po. Kemi qenë një ndër brezat e fundit ne që kemi luajtur jashtë, më duket mua, se tani gjithë me iPad në dorë. Shumë e vërtet. Edhe atë po kujtoja tani. Luani me peta, silla mbyll si ja, këtë me Lisharse. Hapa do lapa, po. Tova diksi, tova zhytsi. Tani qefi mbaron me kaq se fillojmë. Çik ftoht Fatos. Pikërisht, prandaj dhe ne do hym brenda. Pyetjet e mia tani do të vënë në shumë siklet. Do më ngasmosha? Keme spec? Pak piper do kenë. Hajde piperos, themi. Hajde Sheila, shiko kemi dhe një bilardo, nuk mbarojnë kurrë lojrat. Do bëjmë një loje? E bëjmë një dorë, se jo. Ku janë këto? Tani, stekat? unë për ty kam një stek të veçantë, në fakt, sepse normal, je e ftuara, nuk mund ta kesh do si do. Po më thuaj pak, a jeti shumë kompetitive në lojra, në sfida, në festivale? A do gjithmonë të fitosh? Patjetër që dua të fitoj. Si mendon ti? Nuk do të fitoj? Jo, se janë ca që thonë në rëndësi ka pjesëmarrja. Jo, me thënë të drejtën jam natyrë që punoj fort edhe patjetër që dua ta ndjej atë konkurrencën, garën dhe të fitoj patjetër. U mërzite që dole e treta te festivali i RTS-s? U mërzita, me thënë të drejtën. Mendoj që ky vit duhet të mbante emrin tim si fituese. Sepse ishte dhe tema, Neo Futuristic Artist, dhe Zemra e Tokës ishte një këngë që siç të paktën u dëgjua dhe e pan, ishte një këngë new, fresh. Pra ti solle, kishte një risi. Ti solle një risi dhe nuk ta vlerësuan, mendon. Po. Këtë mendoj. Do e plasim. Po i ti. I zoti shtëpisi na solle. Opa. Ti je mirë në bilardo? Me thënë të drejtën, Te treshi e kape. s'ja them shumë për bilardo, për muzikë kështu këto tjerat jam fushën time, por do ta sprovoj veten. Se jam guximtare kështu si natë. Shiko, ti the që unë solla një risi. Mendon që Alice që ishte fituesi i këtij edicioni nuk ishte diçka ndryshe, pra si mendon që do na përfaqësoj në Eurovision? Unë Alice ti uroj shumë suksese,
Unë e di që ai është një artist shumë i mirë, por nuk mendoj që ajo do ishte kënga e denjë për Eurovision. Nuk e mendon, ë? Është një balad, si çdo balad që kanë kënduar kushdo në festival, por më tepër që është një këngë që u citua dhe pak për një këngë të ngjashme. Po, e ke fjalën për atë të Madonës, që thanë që ka kopjuar Madonën. Po shiko Shila, se edhe ty të thanë që ke kopjuar. Çaj Maro tani, nuk është remix, çfarë është? Po tani se këtu ka një diferencë që njerëzit nuk e kanë kuptuar, sepse edhe unë kam dëgjuar që kanë thënë jo po bëri remake, jo po remix, jo po plagjatur. Kënga quhet, pra ky termi sakt quhet interpolim, që do të thotë, është si të marrësh një trashëgimi kulturore, ta përpunosh, ta sjellësh në variantin tënd dhe ta servirësh. Remake-u dhe remixe janë komplet tjetër gjë dhe vija tamam është Ike dhe më lesh të pi në qaj maro. Do me thënë ti nuk e marrë as vjen melodike. Nuk e marrë as vjen melodike. Ti s'ke marrë tekst. Pra unë ka marrë vetëm qaj maron dhe ata thonë plagjatur, e ke kopjuar të rërë. Ke marrë të drejta për këtë gjë? Është këngë populli, nuk ka. Pra nuk ekziston që duhet paguash dikë. Dhe pastaj për çfarë do merret të drejtat për qaj maron? Vetëm se Maroja ka qarë me kohë thuaj. Ka qarë me kohë, kështu që ta qajmë dhe ne tani. Thuhet që ju paguani shumë për një performancë dhe unë nuk e di ja, domethënë më kanë thënë që për një performancë në RTS të festivalit ti paguan edhe për flakën dhe për dritat, për çdo gjë. Unë e di që ishte vetëm në Eurovision. Po, është vërtet, me të thënë drejtën këtë vit e mora vesh, sepse ishte viti i parë që unë merr pjesë në festival. Në këtë festival dhe nuk e dija që edhe këto pjesët e drita flakë më të çajnë këto duhet t'i paguaj artisti. Pa është zgjedhje e secilit. Sa mund të ketë vajt performanca jote? Ka shkuar, po sa është një me borxhe. Me borxhe, ja i dashur s'kam nger borxhet akoma. Sa ishte për shembull një zjarr, një flak. Okej, ato ishin tarifa ku diun te 50-ra 100-ra këto, po. Flaka. Një flaka. Një tym, një puf. Një puf. Për një puf bëhet nami. Për një puf bëhet nami, por mendoj që Po kështu, performanca doli sipas siç e kishe ti në mendje? E realizuar me gjithë dritat, me orkestrën, me gjitha? Në aspektin asaj çfarë u tregua, jo. Nuk ka dalë ajo që unë doja dhe çfarë kemi përgatitur dhe menduar për kaq kohë të gjatë me ekipin tim, por në tërësi, në saj të kushteve që ishin, okay, se më ndodhi dhe një incident. Incidenti. Iku ai Shkopi, me thënë ra. Nuk e di. Edhe thash aty plas syri keq tek tyli thash. Po mirë se ti nuk e le me kaq sepse ti tani po konkuron për San Marino. Po kjo eksperjenca e San Marinos me thënë të drejtën ishte një gjë kështu komplet rastësore. Last minute, pra nuk ishte e planifikuar. Jo. Dua të guxoj dhe të shikoj dhe më përtej se nuk i diet, është vërtetuar që shumë shqiptar kanë pasur suksese të tyre në karrierë dhe jashtë vendit dhe janë vlerësuar akoma më shumë se ç'i kanë vlerësuar vendi këtu. E vërtet, dhe për gjitha këto ne do flasim afër Xhaku sepse zjarri është ndezur. Për bilardo nuk ja tham asnjëri as tjetri, që shkojmë. Sheila, tani jemi pranë Xhaku sepse pranë Xhakut bën muhabete tamam, kemi dhe pak ushqim këtu. Ti ditë gatuash apo hiç fare? Shikoj, nuk në guzhinjere kështu me nam nuk Master Chef nuk je. Kur më kap ai delli dhe qefi për të gatuar, i qaj me thënë të drejtë. I qan, ë? Makaronat mirë i qaj. Edhe këto sallatra dhe marinime, i qaj dhe këto. Sheila, tani, dua të flasim pak për San Marino. Ti marrim ja dy këshujt atë? I marrim? I marrim. Se duke folur, shtohet dhe uria. Ti nga festivali tani po konkuron në një festival tjetër. Dhe dua të pyes pak pse ky vendim, si i erdhi dhe a të presin më mirë andej apo këtej? Me të thënë drejtën, siç ta përmend edhe aty pak më parë, lindi shumë kështu spontanisht kjo. Thjesht për vetë faktin që nuk kam dëshirë të qëndroj më pauzë. Jam në një periudhë vetes time që dua të guxoj, i shikoj gjërat me një larg pamësi tjetër dhe them pse jo. Domethënë jam gjithmonë le ta provoj. Pozitivja, optimistja dhe them ta provoj se nuk i dihet kurrë. Është parë siç do provoj unë këtë karkalecë po, patjetër. Edhe unë këto kesa dia. Është parë që shumë shqiptar kanë pasur goxha sukses jashtë. Domethënë
i ka udhëhequr fati për mirë dhe i ka ndritur. Po si trajtojnë artistët jashtë dhe këtu? Ti ke bërë disa audicione, po më thoje nga 800 Unë bëra fazën e parë, isha. U zgjodën 240, diçka e tillë. Po, në këtë fazë të parë që ne kemi qenë, ndërkohë që unë isha në festival, ata bënin audicione, domethënë, kanë qenë 800 artistë pjesëmarrës nga e gjithë bota, të njohur, të panjohur, pak rëndësi ka, por artist, funditës, dhe nga kjo u zgjodhëm 250 veta. Si të trajtuan? Tani, më dil në temë. Kjo më ka bërë... Si trajtojnë andej dhe këtej? Kjo më bëri që të ndihesha shumë mirë me veten time dhe jam gëzuar pa mas, sepse përtej që ma pëlqyen dhe ma deshën materialin këtu, më kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Dhe më bëri që të mendoja, them, si ka mundësi që na vlerësojnë të tjerë, dhe nuk na vlerëson vendi jon. Nuk na vlerëson vendi jon, ashtu siç ti e meriton. Kjo më bëri atë përshtypjen që po të flasim për aspekt këngë, pa cekur sa i mirë je ti si artist, po flasim për këngën dhe për vizionin që ti duhet kesh, përfaqësosh një vend denjësisht atje. Pra, çef bota, nuk ose çef Shqipëria, më kupton, kjo është ajo e mendësisë, dhe i shikojnë gjërat ndryshe. Dhe të paktën kjo më bëri që unë të ndihem mirë. Një pyetje Shela që më lind natyrshëm është, a blihen çmimet e para në Shqipëri? Pra me aq një uri sa ti di, domethënë ti je pjesë e këtij biznesi, me sa ke dëgjuar, a blihen? Edhe blihen. Tani, unë nuk e di se si mund të funksionojë dhe jashtë, patjetër. Dhe do shifet normalisht dhe në këtë garë ku jam futur, se shqyr zotit dalin dhe shifen se cili konkurrent me prezantimin dhe këngët e tyre. Por që dhe blihen. Ashtë për të ardhur keq? Sepse kjo pengon dhe artistët e rinj për të deportuar në një si skenë. Jo se s'më ka pëlqyer që t'jem pjesë e kompeticioneve apo festivaleve të ndryshme dhe këtu në Shqipëri, por duke qenë që këtu është bërë vazhdon të jetë ajo pjesa që këtu del fituesi, pa nisur gara akoma. Dhe mua për këtë më vjen keq. Ashtu sikur se mua jam e bindur që dhe shumë artistëve të tjerë. Pra, për çfarë po e nisti këtë gjë? Po ti tashu, unë atë shpenzim e marr, i bëj një sponsorizim, bëj dhe i videoklip dhe jam në rregull. Po. Unë nuk është se jam thjesht një këngëtare që më jep një këngë dhe e bëj. Unë jam krijuese. Dhe kjo vlen shumë për të përmendur. Unë jam kompozitore, jam tekstshkruese, domethënë unë të gjitha emocionet e mia, ato çfarë unë përjetoj, të mirën dhe të keqen, ndoshta çfarë nuk e shpreh dot me fjalë dhe gojë, unë aty e hedh në një melodi, në një tekst. Sa mendoni për artistët që thjesht marrin një këngë nga producenti, tekstin e ka shkruar dikush që e paguajnë dhe ato thjesht performojnë? A është ai një artist i barabartë me ty? Jo. Absolutisht. Ai thjesht është një performues, nuk është artist. Mund të paguhet gabimisht më shumë se ty. Patjetër, jo mund paguhet, po paguhen më shumë. Patjetër. Dhe jo live. Po, kjo ka të bëjë, këtë të po të them pra, kjo nuk ka të bëjë me artistlëkun, kjo ka të bëjë me komercialitetin. Sa komerciali ti, për shembull, shko me një emision, futu me i Big, futu me i përputhen, bëj një gjë. Ti e ke bërë, ti e futur në Big Brother. Dhe nuk është se bëre diçka, domethënë që ta shfrytëzoj si trampolin, ti thuaj që i luaj ta fen, domethënë. Ishte prap mund të them gabimi im, sepse ishte një mundësi që erdhi dhe duhet të dija mirë ta shfrytëzoja. Tani që e kthen kompas, çfarë do bëjë ndryshe? Do isha shumë do krijoj një romans. Se me romanca shet tani, po bën namin Alba dhe Lini. Ka një gjë. Unë nuk mund, sidomos në gjërat e dashurisë, po nuk e ndjeva shpirtërisht ose emocionalisht, ose ore çik të kem qef dhe të t'jap mundësinë, nuk e bëj dot. Do të thonë nuk shtirem dot. Jo se s'kisha mundësi, se kisha mundësi dhe biles atë vit që kam qenë unë, filluan ca gazeta, donin të bënin ca lidhjera me bë kështu skupe, që më përpara, por nuk rezultuan sepse nuk është se më ngjiti dikush, por nëse mua do më ngjiste dikush, do kisha një connection, nuk do ta kisha problem, mund të them. Tani më dole fiks në temë, do të di pak si është raporti yt me djemt, me dashurinë, a ke ti një tip, a do bad boys, a i do artista, a i do të lehtësuar, a i do me bark, me muskuj, domethënë a ke ti një tip që thua, po e dua fiks kështu, apo je çfarë të dali? Gjë unë dua ato që të ma ndoj zemra, valla. Ta ndoj Xhani. Ma ndoj Xhani. Në rast parë, pastaj se kur ta do zemra dikë nuk pyet më, çfarë është, si është, si që. Unë çfarë është kamari herë? Po le të jetë më. Do kem unë lek, do t'i jap aty. Sheila Sugar Mami. Se diskutohet shumë dhe unë mendoj që për ne, po e vuz dhe vetën në këto.
Ne njerëzit që jemi pjesë po është pak e vështirë, të gjesh dashurinë, e ke pas ti të vështirë të gjesh dashurinë, e ke gjetë. E kam pas dhe me thënë drejtë dhe e kam. Është hall më vete. Shiko, jam një person që kur dua fort. Por më shumë e kam hasur vështirësinë duke qenë fakti i të qenit artiste. Kam parë që meshkujt shqiptarë kanë shumë problem këtë botën e artistëve. Do dalja ajo aty do performoj, do kërcej, po. Nuk ta kuptone që ty në 3 mëngjesit vjen frymëzimi, do iki te Marko në studio. Po. Ai thot kush është Marko? E pra, domethënë po ta njohim Markon do të prisë, mos kanë gjë. Gjë me Marko. Domethënë kështu shkon ajo dhe kjo është sik vështirësia. Sa ka qenë lidhja jote më e gjatë? Po mund të them një 5 vite, po me kështu. Po me kështu. Me të shtyme? Mbyll derën, hap derën. Zi pajto, kam qenë një çik më e vogël normalisht. Unë gjithmonë kam menduar që është e frikshme të ndahesh nga një person ku ti ke kaluar kaq shumë vite të jetës tënde. Ti si e koncepton? E mendon si kohë të humbur apo mendon që ke fituar nga ai person dhe nga lidhja? Në këtë fast jetës nuk e shikoj më problem. Do me thënë, deri vite më përpara... A e merr si kështu që ti mëson nga ai person, pra nuk e merr si humbje kohë? Jo, unë e shikoj si mësim, e shikoj si experiencë, e shikoj si një gjë që ti duhet vlerësosh dhe më shumë veten tënde, dëshirat e tua, pra ku jeti me veten, ashtu duhet ta zgjedhësh edhe personin. Tani, dhe kot nuk thonë që ne zgjedhim ata që jemi vetë. Shela tia do e falje tradhtin? Shiko, si është ajo never say never, por nuk para jam shumë tip që fali tradhtin. Nuk besoj, megjithatë ta thash, të teston ndonjëherë karma dhe ato që thua ajo të ndodh dhe ti është parë, domethënë, është parë nga të tjerë, kështu që Cila është një gjë që ti thua unë këtë nuk do e toleroja kur tek një mashkull. Pra, një jo e madhe për ty, që po e bëri këtë vëlla me mu ke mbaru punë. Një jo e madhe. Po mendoj që në gjëra disrespekti ose jo mirëkuptimi. U bë një temë në Big Brother dhe Brikena tha që unë tha do e falja edhe nëse ai më godet me një shpull. No. Edhe pse ajo mund të jetë thjesht një one time thing, një gjë që ndodh një herë. Unë mendoj që ajo është po mendon që tregon shumë për karakterin. Sorry, më vjen keq, është ignoranci, është prapambetje. Nuk e vlerësoj fare atë që ka thënë. Sepse kjo është ajo gjëja që ne promovojmë dhunën ndërkohës. Dhe nëse ti del aty përpara dhe thua se s'ka problem, është një gjë normale. Ndërkohë që për ditë po shohim lajme të këqija. Kronikat e zeza. Kjo vrau këtë, kjo vrau këtë. Pra, femra nuk duhet trajtuar si ajo objekti që duhet ta nënshtrosh. Në fundit, nëna është si thua Zoti i dytë, atë e ka sjell Zoti për të krijuar, pra të rrit, të jetë jetën, po. Bravo. Kështu që për mua femra duhet jetë e shenjtë. Ti Shela do e tentoj një tjetër reality show, së shpejti fillon Ferma VIP, që thuhet do jetë Arbana, apo e ke mbyllur me reality show? Nuk besoj. Domethënë Ferma, Big Brother, po të jetë një gjë më interesante, që s'ka dalë akoma. Love Island? Jo dhe Love Island. Çka ka qenë ajo? Izola dei Famosi, po. Do shkoje në Sazan. Në Sazan. Me kënga VIP aciptar do doje të ishe në ish-show. Që më mendon që do ishte një aventurë e bukur me ta. Nga këto kolegët e tu. Po ku diu më ka shumë. Për shembull, edhe me këtë grupin e Bigut që kemi qenë, që bëhemi, ta ribëni si po të ishim, gallat do ishim. Me kë bësh nga ato me Argjitin? Me shumicën bëhem, me të gjithë thuajse bëhem, po. Domethënë, mendoj që jemi Bigu parë që kemi ruajtur marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. A ju keni qenë Bigu që keni qenë shumë në harmoni, domethënë ka pas çdo element ai Big Brother, pra nuk ka pas vetëm debate ose vetëm romanca, dhe keni qenë shumë më të lidhur dhe në harmoni dhe me njëri tjetrin. Edhe keni dhuruar show, nuk është se ka qenë thjesht. Unë mendoj që ai ka qenë një Big Brother që kemi pasur shumë harmoni, ka pasur figura tamam vipash mund të them, dhe qytetar. Pra, ti hyn në një format, bën lojën tënde, por mund duhet respektojmë dhe njëri tjetrin, sa ajo nuk është të çmendemi dhe ta cënojmë tjetrin deri në atë fazë për lojë. Pra këtu ty të mbet empatia, kjo nuk është më lojë, për gjykimin tim, si gjithmonë. Sigurisht, pastaj filloi i dyti fenomeni qa u bë, që ishte interesant. Mos e prek Luizin, sepse mund të çuajnë të gjithë fansat. Jo, s'kam gjë. Unë bile s'kam lobuar atëre për... A do e bëj një bashkëpunim me Luizin?
Po shiko, si dihet më, pse jo? Pse jo? A keti disa artistë në listë që thua jo me këtë s'do bëja kur bashkëpunim? Ose me këtë kam shumë qejf të bëj bashkëpunim. Shiko, edhe mund të kem, ndoshta s'm vjen tani ndonjë emër, po në përgjithësi unë jam një çik natyrë që guxoj dhe e shikoj me një perspektivë domethënë tjetër, mbase them më shkon bashkëpunimi me dikë, mbase s'më shkon, pra s'ka të mund të jetë dhe shumë e fan dhe ty nuk të shkon në bashkëpunim, si nuk shkoni si figura. Ose s'të lidh kënga. reper. Ka shumë repera Finem, ato Lale. Ku ta di unë tjetër? Nuk do thoya që s'do bëja me ata. S'do bëja? Jo, nuk do thoya që s'do bëja, them që besoj që po. Mund të jetë Do ishte interesante. Tani unë mendoj që pasi të ham pak këto ushqimet se shumë folëm, do ketë një surprizë tjetër për ty sepse Sepse kjo intervistë nuk mbaron me kaq. Më lër ta mbaroj këtë një Po herë. më them të vazhdojmë të ham një herë, edhe surprizën do ishte një pas. O zot. Da! Qa ke, më nuk pëlqen? Qa ke? E kam përgatit për ty. Kësi për intervistë këtu apo për propozim? Pse, është romantike. Ua, happy birthday, më falë, nuk kam ditëlindjen unë zotëri, apo... Qa lexon kjo? Jo! Këto ishin më lirë shile, këto 50 lekë më lirë. Tani nuk mjafton, nuk të mjafton qëriu dhe petale. Dale. Shiko? Kemi dhe robi Këto do flenë sot shpirë. Kujt dhe robi dishan. Shiko. Po bërtoj me undru, a flim me roba? Pak të ndërë këtu, zhvishemi. Gati Sheila, tani do të tregoj foto që ka marrë, ndër foto që ti ke publikuar ose të kam bërë të tjerës. Je kurioze mos del në një që se ke parë? Po ta shohim. Hajde, kjo është foto e parë. Ua. Mos thuaj tani që s'kanë qenë njerëzit romantik me ty, shiko se të ka byri botës. Ore, për zotin ka qenë vetëm videoklipi. Videoklipi pa atëherë dolën llafet, jo ti me Po klejtin, jo kështu, jo e ashtu. përdora, me thënë të drejtën. E përdore? E përdora, po Për doja thjesht bëja skup, po vllat më klikoi kënga, kaq. Ka i atëherë Se s'kisha lek të hidhja, asaj dhe thash klikoni, thash po bëj një skup. Çat ke që ka? Të beton. Ka i në një intervistë kishte thënë që çfarë ke Sheilën, miqësi po e përzier. Po çfarë do thoshte Kledi Shkretan? Ja do mbante çiklën time. Ja kisha vënë ti pistoletën mas kokës. Po patjetër. Po ti do ta kisha marrë un burri, jo Evi. E vërtet. Foto tjetër. Oh. Po mirë më Sheila, unë kërkoj diskografinë tënde, shikoj videoklipit e tua, se më kishte marrë mendja kur në botë që do gjeja Lim Hotin te videoklipi jot i fundit. Shiko, Limit i ka dalë nami për Don Juan, siç e dim gjithë, po unë kam mik me thënë të drejtën, po, sepse unë gjeroj shpesh tek studio që ka Limi, ka Kapanonin dhe kam bërë shumë klipa aty. Si është si çun kështu? Është çun Flori me thënë të drejtën, se tani në A ka reality show. flirtuar me ty tani se thuhet që ai ça shef? Jo, s'ka flirtuar me mua. Ka qenë çun tamam domethënë. Po, ndoshta se nga që dhe unë ke ruajtur raportin e ftohtë. Raportin, patjetër. Tani foto e fundit, nuk e vetëm, je me dikë tjetër me cilën je përfolur shumë. Jo po kanë qenë bashkë, jo po s'kanë qenë bashkë. Të shohim kush është? Hajt. Ua, sa e lasht kjo foto. Ku e gjetët mor nga arkivat? Gërmova. Tani me Noizin ti ke bërë një bashkëpunim. Aha. Muzikar. A ka qenë bashkëpunimi vetëm muzikar? Po, muzikor ka qenë. Shiko se çdo gjë ka muzikë brenda vet. E vërtet. E vërtet. Si është Noizi si çon? Me thënë drejtën është shumë Flori. Bën ndonjëherë ca gabime kështu, po është super shumë. Se ka bërë gabime me ty? Po, në raporte njerëzore, njerëzit edhe mund të bëjnë gabime, por nuk besoj që ka gabuar me mua. Unë gjithmonë kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Po ka gabuar tani, mos ja thuaj ka. Shiko, raporte kështu gjithmonë për mes miq ka kështu hatërmbetje. Po ti nuk mban hatërmbetje. Jo, kanë kaluar kështu që tani kemi një raport shumë të mirë. Si është Noizi në date? Se di. Jo. Për ti Shakas është një super çun edhe unë kam shumë xhan. Edhe tani, edhe sot. Patjetër që edhe sot e kam shumë xhan, domethënë. Jeni follow në Instagram? Se mbaj mend. Më duket, jo, si jemi. Si jemi. Ka bërë të keqe i pari apo ti?
Noizi më ke heq ti apo të kam hequr? Noizi, se është bërë rëndësishme tani Instagrami. Njerëzit në Instagram Ama mos e në Instagram është bërë tani jo po jeti fokus nuk ka rëndësi para as Instagrami as Noizi, rëndësi sot ka që jemi vetëm unë dhe ti dhe tani ka flim të dy. e krevatit. Po. Fikim qërin ka shpirt. Pse? Po me qërin ndezur do flam. Na marrin flak pa tani. Pra, me pak fjalë në intervistën tjetër do të nxjerrin dhe ty mua aty. Jo, në intervistën tjetër do nxjerrim çfarë ndodh sonte mas ditë vike. Për një dëshirë. Manifestojmë dashurinë. Inshallah me nai gruan dhe me nai burr tim. Natën e mirë zemër. Ti më lën që këmbët. Kemi nervi shiatik. Ne mbulojmë pak. Gërhet natën ti? Jo zemër, po ti? Jo, dhe unë që Me shikyr. 2 hours later. Fatos, po të duron të njeri ashtu? Ti di thua që asaj shelës faleminderit ditë e natë që duroj ato borin tënde. Isha shumë i lodhur atë ditë, po më besoj që unë nuk gërhas. Nuk E kam shumë Niso, nuk Nisi? di. Okej. Ti. Nisi, mos. Tërhiqem përsëri. Nuk e di se s'kemi vjetur kurrë. Por fjetet të tilla do ndodhin dhe në episodet e radhës. Sepse ne këtu do jemi, do flejmë patjetër me këdo që Ne na tani- ke para. Hapen audicionet. Me knajsin më të madhe ne do ju lem që të bëhemi gati nesër sepse kemi kështu përgatitjet tona për dasëm. Filloni për dasëm. Për dasëm. Nëse se gratë e sotshme me motor do flen nga shoqet. Do vini nga shoqet me hajde. Me shëndet. Monda nga do kaloj për Shën Valentino, pas t'ka thënë gjë. Monda zemër do kapi pas Gjithmonë kuqan fresk. Është një turne, është një turne, Monda. E kam turne. Faleminderit që na ndoqët këtë episod. Ne do shihemi të hënën sepse kemi një live dhe tek ai live-i. Te i live do ndodhin shumë gjëra. Ne nuk duam që zbulojmë as pak sepse ju rrisi pritshmëri. Jo, por diçka që njerëzit kanë ditë që e presin. Pa. A? Kështu që kaloni bukur fundjavën, mos u Eshi ashtu ofshi. shumë nesër, kujdes me karar. Meritëm meritëm 3 Si ka 4. thënë Olga, lart e poshtë. E ka thënë dëgjoj. Monda, ti duhet të bësh një kështu leksion të hapur për të gjitha gratë që ti mësosh, okay? Kostian Divisa Posh Gjerazi për të gjithë ju, free trial i fillon me 1 janar. Shihemi të hënën, kalofshi bukur. Pafshim! Ciao! Andale!